Në Bispajeti po ndërtohet kompleksi i ri stërvitor sipas modeleve të NATO-s, i cili do të akomodojë deri në 1200 trupa dhe do të ofrojë kushte bashkëkohore për stërvitjen e personelit. Ky investim i ri, sipas ministrit të mbrojtjes Pirovengu, e shndërron Bizën në një poligon ndërkombëtar të dedikuar të stërvitjes së forcave të armatosura dhe një hap konkret që dëshmon se investimet për rritjen e gatishmërisë, aftësive dhe standardeve janë përparësi e ministrisë së mbrojtjes. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ministri ka ndarë një video nga kompleksi i ri stërvitor Mydein me detyrë komandanti batalionit të këmbësorisë së lehtë në forcën toksore, sa aktualisht në Bispajeti po krijohen kushtet e nevojshme për akomodimin, ushqimin dhe argëtimin e personelit të forcës toksore gjatë stërvitjes komplekse që do të kryejë në rajonin stërvitor të Bizës. Sipas stafës, është hera e parë që bëhet një investim i tillë në forcat armatosura të Shqipërisë. Ky investim është projektuar që të ketë numër më të madh pjesëmarrjesh dhe akomodimit të trupave nga Tafa. Tafa shtoi se në këtë rajon janë duke u ndërtuar ambientet e fjetjes për akomodimin e personelit dhe është duke u ndërtuar mbështetja shëndetësore gjatë stërvitjes. Aktualisht sipas tij është ndërtuar bloku i komandës së batalionit. Kemi bllokun e mencës, kuzhinës, ku do të bëhet trajnimi me ushqimi efektive që do të marrin pjesë në stërvitje të ndryshme dimërore ose verore në këtë rajon. Bloku i mencë kuzhinës ka një kapacitet prej 600 vetash njëherësh. Tafa nënvizoi se aktualisht është përllogaritur që kjo të plotësojë të gjithë akomodimin e grup batalionit të lehtë të soj dhe të lehtë të këmbësorisë që arrin deri në 1200 veta.